Në dokumentet që ka siguruar betimi për drejtësi, del se biznesit i është kërkuar që në dokumentet për kërkesë për leje ndërtimore t'i bashkëngjitej edhe pëlqimi nga Agjencia e Menaxhimit Emergjent, Kompania e Ujësjellësit Rajonal Prishtina dhe KEDS. Por aty mungon pëlqimi që do të duhej të ishte lëshuar nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Betimi për drejtësi ka pyetur Ministrinë e Infrastrukturës dhe Ministrin në detyrë Dimal Basha, lidhur me këtë çështje. A ka lëshuar Ministria pëlqim infrastrukturor për ndërtimin e objektit në parcelën 1575-1, zona kadastrale Fushë Kosovë, i cili ndodhet në afërsi të autostradës. Megjithatë, deri në publikim të këtij emisioni nuk është kthyer përgjigje. Një vit pas lëshimit të lejes ndërtimore, Kosova shkoi në zgjedhje lokale dhe në Fushë Kosovë u ndrrua kryetari i komunës dhe partia qeverisëse. Betimi për drejtësi kishte dërguar pyetje edhe në drejtorinë e urbanizmit në komunën e Fushë Kosovës lidhur me dhënien e pëlqimit nga Ministria e Infrastrukturës. A ka poseduar investitori pëlqimin infrastrukturor nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, para se të pajisët me leje ndërtimore nga komuna? Për çështjen që nuk u përgjigj Ministria e Infrastrukturës, dha përgjigje Komuna e Fushë Kosovës. Jo, sepse nuk i është kërkuar nga zyrtari, rrjedhimisht komuna. Por përkundër faktit se aty ndalohet të ndërtohet sipas ligjit, Komuna e Fushë Kosovës ka lëshuar leje në kundërshtim me hartat zonale. Në vendimin e nxjerr, Komuna e Fushë Kosovës thekson se e njëjta nxirret duke u bazuar ndër të tjera në hartën zonale të përgjithësuar, ku prona në fjalë konsiderohet zonë komerciale. Megjithatë, Komuna e Fushë Kosovës, duke ju referuar vetëm hartës zonale të përgjithësuar, i injoroi hartat e veçanta. Kjo pasi hartat zonale publikohen edhe me shtojca tjera, ku ndërto sqarohet edhe brezi mbrojtës. Tek hartat zonale në faqen elektronike të Komunës së Fushë Kosovës, gjejmë edhe hartën e brezave mbrojtës. Aty gjejmë se brezi mbrojtës është i vendosur pikërisht në këtë pronë ku është dhënë leja ndërtimore. Ngjyra e kaltër thekson brezin rrugor për rrugë nacionale apo autostradë. Se objekti u ndërtua në brezin mbrojtës e konfirmoi edhe drejtori për planifikim urban në Fushë Kosovë, Tauland Kelmendi. Zona kadastrale është zonë komerciale, por sipas hartës zonale të Komunës Fushë Kosovës, viti 2020-2028, edhe sipas ligjit të rrugëve, zona mbrojtëse e autostradës, rrjedhimisht me datën kur është lëshuar leja, është 40 metra zonë mbrojtëse për ndërtimin e olt banimit, ndërsa 100 metra është për ndërtim afarisëm. Në këtë rast, lokacioni edhe objekti në të cilën është lëshuar leja është brenda kësaj zone.